Përshëndetje, sot në një tjetër video informuese dua të flas për përdorimin e aparaturave në fushën e mjekësisë riabilitative të fizioterapisë. Në konceptin e përgjithshëm, në popullat, konsiderohet që fizioterapisti dhe fizioterapia konsiston vetëm në përdorimin e këtyre aparaturave që janë këtu, por realisht në Physio Sport Center ne kemi një koncept tjetër të procesit të riabilitimit. Në fakt, përdorimi i këtyre aparaturave në Physio Sport Center, pikërisht këtyre aparaturave këtu, kanë rreth 4-5 vite që as nuk përdoren absolutisht fare në procesin ton të riabilitimit. Jo sepse ne kemi dëshirë që mos t'i përdorim, por sepse studimet kanë treguar diçka tjetër. Sado cilësia e aparaturës të jetë e madhe, ajo nuk zvendëson dot lëvizjen. Ajo nuk zvendëson dot arsyetimin klinik mbi problematikën e pacientit dhe nuk zvendëson dot absolutisht dhe lëvizjen aktive. Nuk zvendëson dot rinforcimin e masës muskolare. Kështu që përpara se të përzgjidhni fizioterapinë, përzgjidhni fizioterapistin, përzgjidhni drejt për mos të vendosur në rrezik shëndetin tuaj. Përzgjidhni fizioterapistin e kualifikuar dhe me eksperiencën e nevojshme.